Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu në një intervistë për Ora News theksoi rëndësinë e zhvillimit të një procesi zgjedhor të qetë dhe dinjitoz. Ne shumë vite që bëjmë zgjedhje, po ende s'kemi mësuar të bëjmë zgjedhje tamam. Unë flas më shumë paktën për periudhën parazgjedhore. Ish-presidenti thekson se zgjedhjet janë një ngjarje madhore për çdo komb, por nuk duhet parë si një moment për përçarje apo gjuhë-urrëtie. Gjuha do të jetë shumë e kujdesshme, sepse jemi shqiptarë komunit. Luftojmë për këtë vend. Po secili ka paraqitjet e veta. Po jo duke kaluar në shprehje brutale, do të thënë që sjellin ndërmend situata të hidhura të kaluarës. Ne kemi nevojë që të bashkohemi për shumë gjëra. Sigurisht, këtu është se kur fiton kur të mbetu, jemi të ndarë, po vetëm kaq. Po jo në votë-optim, dhe jo në përpjekje për zgjidhje probleme madhore që ka vendin përpara. Në përfundim, Mojsiu shprehu shpresën për një proces zgjedhor të qetë dhe me pjesëmarrje të gjerë, duke theksuar se qytetarët kanë në dorë të kontribuojnë për një të ardhme më të mirë.